Tha pejgamberi s.a.s. Allahu ma ka zbrit një ajet ku thot men dhe ledhi yuqridu Allahe qardan hasanan fe yudaifahu lahu ad'afan kathira. Allahu po më thot kush është ai që Allahu t'i jep borx. Sodi po një borx. Po kush është ai që Allahu t'i jep borx, e Allahu ja kthen shumë fish më thënë japë. Se Allahu s'ka kamat, jep një t'i kthen 10. Kjo është haram. Apo se kjo me Zotin, me njërin zban me unë këti po t'illo 10, mi kthen veç 25, haram, kamat. Apo me Allahu s'ka kamat, jep një t'i kthen 700. Allahu po thot, kush po më jep borx. Kush s'ka qef me po mi pas Allahu borx Allah. Edhe ka thonë Ebu Dahda, u kun një shtingat, u shumë kon, ja Rasul Allah, Rabbuna yuqriduna, jetë pak me që paran me gjlis, në i dërguar Allahot, ka dal. Allahu po një borx për njëra, kam po që kështu Allahu po thët. Ka thonë, ja Rasul Allah, që ti e dëshmitar, e kam një kopsht të madhë, në të vakë s'kam pas njerëz, kjerët në noja s'kam pas. Pasuri u konë hurme me pas, me shqit hurme, që e konë pasuri? Konë i kom 600 trupa të hurme bakë. Kjo konë milioneri me dini sa të në vakë. Milioner u konë. 600 trupa mi pas, kjo milioner u konë. Ka unë, kulluha fi sebilillah, kajtë për Zotin kufrën, pesat. Me një ajet, subhanallah, se u përmen gjennetja, Allahu është përmen, knatësia Allah gjellë gjelalu, s'ka dhinë më këto.